Territori shqiptar për datën 4 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ngrohta por të paqëndrueshme duke sjellë mod të ndryshueshëm në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shpeshta në zonat veriore dhe lindore ndërsa zonat qendrore do të kenë edhe intervale të shkurtra me diell. Pasditja sjell rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit, kryesisht në zonat qendrore jugore dhe jugperëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten intervale me diell kryesisht në zonat qendrore përpara shtimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 4 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 18 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 12 deri në 17 gradë Celsius. Berat 11 deri në 16 gradë Celsius. Korçë 3 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 18 gradë Celsius.